Malësia e Madhe është një ndër zonat më të rëndësishme për sa i përket ndikimit ekonomik, duke patur parasysh prodhimtarinë e veçanërisht të Shërbeles, por siç duket, kjo nuk është një arsye mjaftueshme për Bashkinë Malësia e Madhe që të ndërhyjnë atë çfarë është tetë e rëndësishëm, siç është rikonstruksioni i rrugës. Rruga e cila të çon në hyrje të fshatit të Req është në një gjendje tetë amortizuar, janë edhe vetë banorët, të cilët shprehen se kjo rrugë ka ndikuar edhe në amortizimin e automjeteve të tyre, e po ashtu vështirëson qarkullimin, duke paksuar edhe turistët nëse flasin për fshatin e Reqit. Vetëm 2 kilometër rrugë të cilat kanë mbetur pengi Bashkisë Malësia e Madhe, por që amortizojnë me 10 automjete që e përshkrojnë çdo ditë. Banorët thonë se në fushatën elektorale është premtuar shumë, por siç duket, bashkisi ka mjaftuar vetëm që të marrë atë post, pasi për premtimet e dhëna, asgjë nuk do të realizohet. Rruga është shumë problem, si e shihni vetë, gjithë bumën tonë gropa, skandal. I kanë shumë këtu shkatrojnë makina ditë për ditë. Dhe në drejten, me kanë me ta falë kush veturën mos me dalë kënena me ta. Ka që rrugë e keqa është, të me thonë, në kasht që është tashi kohët e funit, kjo ka 10 vjetë, ma shumë se 10 vjetë biles, që kjo rruga është e prishur në shumë amortizume. Edhe s'ka mu dorë kush, si me thanë, për me rregullu. Shpresojmë që dikush të vend dorën zemër edhe të rregullojnë këtë rrugë. Të vështirë, shumë e vështirë. Kur thëmë shumë e vështirë. Për motor nuk gjej rrugë. Tash i kaq besoj që mjafton. Paktën mi një vit me fjallë, se s'po nuk mund ta muaj mend saktësisht, a kupton, por mi një vit me fjallë kuptohet që ka. Shumë. Kjo rruga katastrofë. Me premtime ka boll, po gjas po mat. Nëse flasim për të dhënat ekonomike, kjo zonë është tejet e rëndësishme në prodhimet bujqësore, por nuk ka asnjë investim. Bashkia Malësia e Madhe, sipas vetë banorëve, ka premtuar që menjëherë pas marrjes së detyrës do të ndërhyjë për rikonstruksionin e kësaj rruge, por askush tashmë nuk përgjigjet se kur mund të nisin punimet, apo nëse do të nisin ndonjëherë. Ndërhyrja në këtë segment është emergjente, pasi pamjet flasin vetë. Mjete që çdo ditë amortizohen, e po ashtu një zonë e pasur edhe në bujqësi, edhe në turizëm, e cila çdo ditë po e humbet shkëlqimin e saj për shkak të rrugës.